pikërisht të vendin ngjarjes. Po të shohësh pjesën e videos që shpjegojnë edhe ekspertë e policisë që janë marrë, aty fillimisht është qelluar njëri nga makina dhe më pas kanë zbritur 3 persona, ku njëri ka pasur me intensitet më të lartë të shtënësh. 3 persona. Dhe nuk ka as dhe një reagim, 3 persona kanë zbritur nga makina, por fillimisht sipas tyre, se pavarësisht se thonë kemi pa video, video ende akoma s'ka dalë, sepse videon e kanë akoma ekspertë të policisë dhe që po bëjnë monitorimin dhe përplasjen e planeve me video të tjera. Dhe dyshohet që fillimisht është qelluar nga makina paralel. Dhe më tej pastaj kanë zbritur 3 persona dhe kanë filluar të qellojnë me intensitet akoma dhe më të lartë. Dhe njëri prej tyre është afruar në makinë dhe ka qelluar, ndërkohë që nga të dy anët e personave që janë të dëmtuar, që nga Gilman Dodane, po qoftë edhe nga Mustafa Sheqeri apo Muçi Sheqeri, nuk është reaguar në asnjë moment dhe që nga kontrolli i makinës i brendshëm, por edhe nga kontrolli fizik i personave të dëmtuar nuk është gjendur as edhe një harë. Dhe në kushtet kur dhe këta sapo kishin ardhur që kishin zbritur nga avioni, nuk kishin mundësi që të kishin qoftë ardhur, sepse dashur pa dashur do të kalonin në skanrat dhe kontrollin fizik të policisë kufitare të Rinasit. Ndaj them që situata është monitoruar në mënyrë të përpik nga ana e autorëve të krimit, ndërkohë që aktualisht që po flasim bashkë, policia e Tiranës ka një person dyshuar që besohet se ka bashkëpunuar me grupin e zjarrit për të dhënë informacion, sepse ky person që ka dhënë informacionin është shfaqur në pamjet filmike dhe bën disa lëvizje vajtje ardhje në segmentin e rrugës që lidh tunelin, pra derën kryesore të parkimit me pjesën e rrethullimit që del plotësisht nga zona e terminalit, dhe që flet në telefon dhe që ky person aktualisht është njeriu i pari dyshuar nga policia e Tiranës. Pra shfaqet në këmbë duke folur në telefon teksa bën ecejake. Bravo, se bën ecejake vajtje ardhje mes zonës tunelit ku hyn tek parkimi në Topsor dhe zonës rreth rrotullimit pikërisht atje ku është bërë dhe atentati. Dhe ky person aktualisht është shoqëruar, është identifikuar dhe është identifikuar, është shoqëruar. Dyshohet që tjetë persone që ka dhënë informacione, por që deri në këto momente nuk kemi as edhe një njoftim zyrtar nga policia, apo qoftë edhe as një komunikim në underground me gazetarët që të konfirmojë arrestimin e tij zyrtar.